Sahid Dollapi, drejtori i shndruar në politikan dhe më pas në biznesmen i një mirë gropat e korrupsionit. Ai ka qenë për disa vjet drejtori i Ujësillës Kanalizimeve në Tiranë, drejtori i Shezit Famkeq, sekretar organizativ i PD dhe më pas është marrë me kompaninë e tij Onyx. Biznesi i tij përqendrohet tek fondet në shoqëritë e ujësjellësve, sidomos në Durrës dhe në Tiranë dihet si në shtëpinë e tij. Janë para të sigurta dhe të përvitshme. Ndalemi në qytetin bregdetar. Në vitin 2023 nga keq administrimi dhe shpërdorimet e fondeve, Ujësillës Kanalizime Durrës falimentoi dhe u krijuar një shoqëri e re. Ishte ndërmarrja më e mbështetur me hua dhe grante nga donatorët. Humbjet e UKD-s u dyfishuan gjatë vitit 2022 duke arritur në mbi 1 miliard lek, afërsisht 10 milion euro nga 535 milion lek që ishin në vitin 2021, sipas të dhënave të raportuara në bilancin zyrtar të dorëzuar në qendrën kombëtare të biznesit. Vendimi për likuidimin e shoqërisë u mor më 18 maj 2023, pasi ndërmarrja ishte zhytur në borxhe dhe nuk kishte më asete, thuhet në vendimin e asamblesë së aksionerëve të shoqërisë. Punëtorët dhe aktiviteti i kompanisë transferohen në një tjetër shoqëri me të njëjtat zyra, të njëjtin administrator Spartak Kovaçin, i cili e çoi në falimentim. Kjo trashëgimi vazhdon të shfaqet me intensitet të lartë. Në vitin 2025, Ujësillësi i Durrësit regjistroi 3 drejtorë njëri pas tjetrit. Në tetor 2025, në krye të shoqërisë rajonale Ujësillës Kanalizime Durrës është vendosur një drejtues i ri. Në vend të ish drejtorit Sedi Çaushi është emëruar administratori i ri Olsen Kavalli. Ai është mbajtur deri më tani detyrën e kryeingjinerit të ujësjellësit. Pa ulur mirë në karrikën rrotulluese të administratorit, Olsen Kavalli ka bërë gati letrat për tenderin që e ka abonuar Sahid Dollapi. Bëhet fjalë për prokurimin me objekt pastrimi kolektorëve të ujrave të ndotur. Për këtë shërbim Sahid Dollapit është planifikuar fondi limit 597 milion lek, ndërsa duke shtruar TVSH kontrata pritet të arrijë në mbi 710 milion lek. Tenderi është njoftuar më 13 shkurt 2026 dhe është mbajtur më 18 mars 2026. Është një procedurë fiktive mirë menduar për të krijuar idenë e konkurrencës. Kanë aplikuar 3 kompani që janë shpesh bashkëpunëtore. Ofertat janë më të larta se ajo fituese, ndërkohë që kanë mangësi edhe në dokumenta. Njëra nga firmat pjesëmarrëse është Balili Construction SHPK me bazë në Vlorë me pronar Ëngjëll Balilaj, që rezulton ortak me Onyx SHPK në formën e BOE në shumë tendera. Për shembull, Balilaj dhe Dollapi së bashku kanë fituar më 15 dhjetor 2020 tenderin e Ujësillësit Durrës me vlerë mbi 1 miliard lek me objekt rikonstruksion me riveshje të kolektorëve të Itunt, instalim makinerie në stacionet ekzistuese dhe pastrim kolektori në zonën e qytetit Bashkia Durrës. Mendoni se këta dy miq do t'i bëjnë sot konkurrencë njëri tjetrit? Drejtoria të hershëm Spartak Kovaçi u dha fondin Dollapit dhe Balilit pa konkurrencë. Open Data do ta shënonte tenderin me flamur të kuq me rizikë të lartë korrupsioni. Firma tjetër pjesëmarrëse në tenderin e shkurtit 2026 është Mane SHPK me bazë në Sarandë, me pronar Bledar Manen. Edhe ky rezulton ortak i zakonshëm biznesi me Sahid Dollapin. Janë 4 kontrata që i kanë marrë së bashku nga Ujësillës Kanalizime Tiranë me vlera mbi 200 milion lek. Pa e zgjatur shumë, drejtori Olsen Kavalli ka firmosur në favor të kompanisë së Sahid Dollapit. Ndërkaq në Ujësillësin Durrës vihet re një rritje më herë vlerës së të njëjtit shërbim nga kompania Dollapit. Në vitin 2023, Kovaçi jepte 250 milion lek për këtë shërbim Dollapit. Përse jepet ky fond Dollapit? Përmbytet qyteti i Durrësit pas çdo shiu dhe vazhdojnë të shpërdorohen taksat e qytetarëve durrësak në projektet e kanalizimeve, impianteve dhe tenderave pafund. Hartimi i projektit pastrimi kolektorëve të ujrave të ndotur Bashkia Durrës është bërë nga stafi i Departamentit Teknik të Ujësjellësit bazuar në relacionin e drejtorisë së grumbullimit UN, në të cilin pasqyrohen shqetësimet e qytetarëve të zonës së Cirrulave dhe disa lagjeve të qytetit për bllokimin e kolektorëve kryesor dhe sekondar të ujrave të ndotur nga mbeturina të ndryshme. Bllokimi ka shkaktuar përmbytje të rrugëve të qytetit në ditë me rreshtje të shumta atmosferike, duke sjellë shqetësime jo vetëm për banorët, por edhe për qarkullimin e mjeteve. Zonat ku do të kryhej shërbimi ndodhen në pjesë periferike turistike dhe në disa lagje të qytetit. Ku shkojnë paratë e projekteve për kanalizimet? Po përmendim disa investime të kryera pas vitit 2018 në Durrës për kanalizimet që duhet të kishin zgjidhur problemin nëse fondi nuk do të prekte korrupsioni. Ndërtim rrjet kanalizimi ujrave të ndotur lagja numër 7 dhe numër 10. Ndërtim kanali ujrave të ndotur lagja numër 14 Shkozet. BE financon asistencën teknike për projektin e menaxhimit të ujrave të zeza të Durrësit. 20 milion euro kredi paguan populli shqiptar BE-s për këtë projekt dhe 12 milion të tjera dalin nga buxheti i shtetit. Në prill 2019 një investim prej 10 milion euro është realizuar në zonën e Gjirit të Laxhit për të ndërtuar impiantin e ri të trajtimit të ujrave të zeza.
Ky impiant në fazën e parë do të mbulojë nevojat e 15.000 banorëve për të zhvilluar në një fazë tjetër deri në kapacitetin përpunues për 30.000 banor. Kur do të funksionojnë kanalizimet e Durrësit? Në tenderat e mëdhenj që shoqëruan këto projekte u firmosen abuzime dhe si rezultat, Bashkia e Durrësit vazhdon të vuajë përmbytjet. Kovaçi, njeriu i Vangjush Dakos, do të drejtonte ujësisë kanalizimet e Durrësit më 5 nëntor 2021 në konflikt të plot interesi i dha babait të vet tenderin 18 milionë euro. Bëhet fjalë për projektin riabilitimi i infrastrukturës së rrjetit në zonën e Porto Romanos, Kënet dhe sistemimin e rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit faza 1. Tenderi u fitua nga Bashkimi i Kompanisë 2T SHPK, Vëllezrit Hysa SHPK dhe Adriatik SHPK, por garanti ishte Petrit Kovaçi, i cili është pronar tek firma e tretë. Më 26 tetor 2021, kryetaria e Bashkisë Durrës Emiliana Sako çeli punimet e këtij projekti në Porto Romano. Deri tani vetëm përmbytjen e lagjet e Durrësit. Ndërkaq vazhdon pastrimi i pusetave. Çmimi i shërbimit rritet. Në vitin 2025 Dollapi dhe kompania e tij marrin dyfishimin e parave. Janë 500 milion lekë që ka arkëtuar Onyx me tenderin e përfituar nga ujësjellsi Durrës më 25 prill 2025. Për të ardhur tek viti 2026 që ka sërish shtesë me afër 100 milion lekë. Çfarë ndodhi? Pse u shtrenjtua pastrimi i pusetave në Durrës? Dollapi në vend që të paguaj pjesën e vet për përmbytjen e rrugëve në Durrës vazhdon të përfitojë nga gropat e korrupsionit. Pasi u kishte trajtuar nga policia në protestat e vitit 2019, Dollapi nisi të mendonte më shumë për biznesin se sa për politikën. Pas humbjes së Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021 dhe dorëheqjes nga funksioni i sekretariatit organizativ të kësaj partie, përkatësisht posti më i rëndësishëm pas atij të kryetarit Lulzim Basha. Rreth një muaj pas dorëheqjes, kompania Onyx me pronar 100% sahit Dollapi në shpallur fituese një tenderi me vlerë rreth $190.000 për zhbllokimin e pusetave në Tiranë për 12 muaj. Tenderi i zhvilluar nga ujësjellsi i Tiranës më 26 qershor 2021, ndërsa kompania Dollapi të vetme në këtë garë është shpallur fituese më 13 korrik 2021. Të tjerat janë vetëm zero të shtuara në llogarinë e tij.